Përshëndetje, jam Milka Ali dhe jam viti 3, do ju tregoj si kam kaluar një muaj eksperiencë në MTV. Do ju tregoj eksperiencën time dhe çfarë kam mësuar dhe sa bukur kam kaluar. Dhe jani me mua. Kanë qenë këtu në muajin më të nxehtë dhe nuk mund të gjej askund hije. Është shumë me vërtet vap. Le të shkojmë kënej nëse mund të gjejmë. Dhe ja ku gjejtëm pak hije më në fund. Dhe ja ku është mentorja ime e mrekullueshme. Nur thuaj disa fjalë për mua. Përshëndetje, përshëndetje. Është me të vërtetë nxehtë. Po, me të vërtetë shumë është nxehtë, shumë vap. E kemi pas edhe një periudhë mjaft të nxehtë, apo jo Ilka bash? Po, më nxehtë i vitit. Edhe me punën? Po, edhe me punë. Ishin shumë ngjarje të ngjeshura, periudhë ngjeshur, me aktivitete të shumta. Po. Ylka është një vajzë e mrekullueshme. Do doja që shumica e fëmijëve, ndoshta edhe fëmijët e mi, të i kishin një talent të tillë, të ishin aq të mirë, të kapnin aq shpejt informacione, të kapnin aq shpejt ngjarje dhe gjithë atë punën që e kemi bërë. Po. Unë jam shumë krenare me ty. Po edhe unë me ty në shumë. Faleminderit shumë, Nora. Faleminderit ty, Ylka. Më dhe kohë shumë të mirë, shumë të shkëlqyer. Faleminderit, Shihemi, patjetër. Shihemi. Tani do ju tregoj se çfarë kam bërë një muaj në MTV. Kam bërë stand-upin tim të parë, kam bërë intervjun tim të parë dhe kam bërë lajmin tim të parë. Më në fund mbaroi eksperjenca ime një muajshe në MTV, në institutin publik. Ishte një eksperiencë më vërtet e mrekullueshme dhe shihem herën tjetër.